më shkon në shkollë, ose shoqënohet me naj shoq ose shok që mund me deviju, mund me konë një shkaktar i madh që ndoshta mund me shkurozu pe asoj rrugës drejt që prindit tenton fëmijën e vet me qenë në një rrugë shumë të drejtë. Sepse në jetën e përditshme kemi shkaktar të ndryshëm. S'mund asnjëherë me thonë pavarësisht që prindi e ka rolin mbrojtës, që ja propozon më të mirën, që gjithmonë ka me mbajt brenda çasoj kupe që mos me mujt edhe gabimet ose energjia negative ose qëllimet e caktume për rreth që tjerë tentojnë më na dëmtu, s'mujna mi mbrojt çdo herë. Kështu që e sa përket landës fetare dhe landës seksuale, unë mendoj që dyat janë të nevojshme, po ma shumë kisha me thonë landën fetare, se mendoj që brenda saj janë gjitha gjana që në jetën e përditshme na mësojnë, sidomos edukatën, butësinë, dashnin, respekti ndaj njëri tjetrit, traditat, për shembull me respektu vjetrin, shumë gjana mendoj që mund të mësu prej fesë. E kështu që unë jam për të dyat, po pak më shumë ndoshta për fe. A shëndohen më shumë si tash në shoqërinë tonë, kur po shohim që nuk po shkojnë diçka më dhe s'po je i lumtur, edhe po vjen ajo pika që po ndohesh, a më shumë si vetë mbrojtja, a si egoizëm personal që ti po e lyp më të mirën, tash që shihet për mendimin tonë, çka... Unë e ceka dhe pak më herë këtu ka dhe shkaktarë ndryshëm. Ka persona që janë lakmitar, sot dhe ti të thotë ty dushëm, po nesër ti del dikush tjetër edhe ndron menën. Apo i bjen që është egoizëm, apo dën çka është të kërku? Po që këtu ka shumë role, tash më varet edhe me ana e pjekurisë, më varet a je dalë për sy e faqe, a je dalë pse me të vërtet ka pëlqy qaj person, më varet tani edhe qëndrueshmëria, se ka dhe njerëz që nuk kanë qëndrueshmëri, pa pjekuria për shembull, ka shkaktarë të ndryshëm, edhe lakmia për shembull është një shkaktar i madh. Pak më herët që shetë cekën edhe në rrjete sociale, për shembull ka femna që ndikojnë, thotë që shoqja jam frajeri vet çfarë çante ja ka blej, pse s'ma blen edhe ti mu. Ndoshta shumë më mirë i shkon me trajtu naj tim tjetër mbrojtëse për çiftin njëri ndaj tjetrit, se sa për me mendu gjanat që i përkasin të luksit, cilat nuk kanë limit, cilat neve nuk na mësojnë që është me dashnin një tjetrin. Ato janë gjana që nuk du të mund ndiku prej tyne, se mos e dim pjesën e gjanave materiale. Kështu që ka shumë shkaktarë ndryshëm, po tash më varet edhe pej karakterit, më varet pej mentalitetit, më varet pej traditave që është rrit, se ka njerëz se ndoshta ka dëshirë munda, po është ndikun pej familjes, sham familja i thot me qëta ki nis, me qëta mbaroje, a ndoshta që ajo femën ndaj që ati mashkët, ose që ajo mashkët ndaj që asoj femës është të hek shumë, edhe familja nuk merret me anën shpirtnore me trajtu shpirtin e vajzës ose djalit, sa ka dhimbje ndaj atij personi që po qëndron me ta, po veç shkaku i mentalitetit, mos ja hap gojën tjerëve edhe vazhdoje lidhjen ose fesën ose martesën. Unë mendoj që ndikimi ndaj të tjerëve është i dëmshëm, qoftë edhe familje. Unë mendoj që pikë pari do shmo merr me veten tone, nëse është diçka që me të vërtetë është të dhimbt, ndoshta ka herë ma e mirë është ndarja. Sidomos nëse s'kem kriju familje, është ma mirë ma arte ndarja, se kur bëhet puna me kriju familje, atëherë mendoj që dush me pas durim pak ma shumë, se numri i fëmijëve jetimave që po rritet, se unë të pas parasysh që mirë me humanizëm, kom kontribu edhe te shoqata fshatrat, edhe kanë tregu sa është në rritje numri i fëmijëve, do me thonë, jetim, po dhe i mentaliteteve të ndryshme, se kur e kom ndëgju te shoqata fshatrat, do me thonë, ka dhe diskriminime që prindi fëmijën e largon prej shtëpisë veç pse është femën. Djemt për shembull i man, e vajzën e diskriminon. Tash paramendo që e femën kur të rritet në të ardhmen, sa mund me kone e lëndume që s'u rrit me dashni, dhe gjithmonë ka me konë pak ma eftoft, dhe sa ka me konë problematike për me kriju